Përshëndetje miq, unë jam Mustafa Berisha dhe sot do flasim për një temë shumë interesante. Çka ka Zvicra ma shumë se Gjermania? Jetoj në Gjermani prej disa kohësh, por kam ndjekur me kujdes edhe jetën në Zvicër. Dhe sot dua t'i krahasoj këto dy vende nga shumë këndvështrime, nga pagat, taksat, jeta për familje, siguria dhe shumë më tepër. Në 1. Pagat më të larta. Zvicra ofron paga shumë më të larta se Gjermania. Për të njëjtën punë mund të fitosh 2 fishi në Zvicër. Për shembull, një infermier ose një punëtor ndërtimi mund të marrë 5.000 ose 6.000 franga zvicrane në muaj, ndërsa në Gjermani pagat janë më të ulta për të njëjtin pozicion. Në 2. Taksat më të ulta. Në Zvicër taksat janë më të ulta në krahasim me Gjermaninë. Në përgjithësi njerëzit mbajnë më shumë nga pagat e tyre. Në Gjermani sistemi i taksave është shumë më kompleks dhe një pjesë e madhe e pagës shkon për sigurime dhe tatime. Ndihmat për fëmijë. Në Gjermani për çdo fëmijë paguhen rreth 250 euro në muaj si Kindergeld. Në Zvicër ndihmat ndryshojnë nga kantoni në kanton, por zakonisht variojnë nga 200 deri në 400 franka në muaj. Edhe pse Zvicra jep më shumë në disa raste, kostot për rritjen e fëmijëve janë gjithashtu më të larta. Siguria dhe pastërtia. Zvicra është shumë më e qetë, më e sigurt dhe më e pastër. Gjermania është gjithashtu e sigurt, por në disa qytete të mëdha ka më shumë kriminalitete ose rrëmuj në krahasim me Zvicrën. Bukuria natyrore dhe turizmi. Zvicra është si një kartolinë. Alpet, liçenet, kristalet të pastra, natyrë që duket si përrall. Nëse don pushim relaksues apo skim, Zvicra është perfekt. Gjermania ka gjithashtu vende shumë të bukura si Bavaria, Schwarzwald, por Zvicra fiton për natyrë dhe pastërti. Në 6. Administrata dhe shërbimet publike. Në Zvicër gjithçka funksionon me precizion. Nuk ka vonesa as në përzyre, as në shërbime. Gjermania ka një sistem shumë të organizuar, por shpesh ka burokraci, pritje e procedura të gjata. Çka ka Gjermania më mirë se Zvicra? Tani edhe Gjermania ka shumë përparësi që Zvicra nuk i ka. Arsimimi është falas. Në Gjermani mund të studiosh pa paguar shumë, kurse në Zvicër universitetet janë me pagesë. Mundësitë për banim janë më të mëdha. Në Gjermani gjen më lehtë banesa dhe janë më të lira. Transporti publik është më i përballueshëm. Në Gjermani mund të udhëtosh lirë me 49 euro bilet mujore, kurse në Zvicër është shumë më shtrenjtë. Lidhje me Bashkimin Evropian. Për qytetarët e BE-s ose atyre me leje qëndrimi, Gjermania ka shumë më tepër mundësi punësimi dhe integrimi. Përfundimi. Pra, nëse pyetni çka ka Zvicra më shumë se Gjermania, atëherë pagat më të larta, taksa më të ulta, siguri dhe pastërti më të madhe. Por në të njëjtën kohë Gjermania ofron më shumë mundësi për studime, jetë më të lirë dhe sistem më të hapur. Tani dua të dëgjoj mendimin tuaj. A do të jetonit në Zvicër apo në Gjermani? Shkruani në komente, mos harroni like, subscribe dhe shihemi në videon tjetër.